Superstrukture SPAK-ut në qarkun e Vlorës. Një grup prej 38 personash të drejtësisë jo vetëm do të hetojnë të gjitha parregullësitë apo tentativat që mund të ndodhin në Vlorë me shitjen dhe blerjen e votës apo presionin e administratës. Grupi që do të hetojë krime zgjedhore është i zgjeruar dhe në ndjekje të shkelësve të ligjit do të jenë 38 persona, prokuror të SPAK-ut, prokuror të prokurorisë së rrethit Vlorë, agent të Byros Kombëtare të Hetimit apo edhe të Policisë Gjyqësore. Nga blerja e votës deri tek administrata, të gjitha çështjet që lidhen me kodin zgjedhor do të jenë në sitën e kontrollit dhe hetimit të kësaj strukture. Që nga 11 prilli, kur zyrtarisht nisi fushata zgjedhore, superstruktura zbarkoi në Vlorë me përfaqësues të SPAK, prokurorisë së Vlorës, oficer të Byros Kombëtare të Hetimit. Ata do të monitorojnë fushatën online apo edhe në media, por do të marrin të mirëqen dhe do të ndjekin deri në zbardhjen e plot çdo denoncim dhe do të punojnë bashkë dhe të pandar vetëm për një qëllim, për luftën ndaj krimeve zgjedhore. Në këtë strukturë do të kryqëzohet informacioni që mund të vijë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga stafi i saj në terren, me ankesat e partive apo kandidatëve, apo të dhënat që gjenden në rrjetet sociale apo mediat, të cilat i kalojnë me njërë prokurorëve sipas kompetencës përkatëse, me qëllim luftimin e palishmërisë në kohë reale. Në Vlorë është ngritur kështu task forca për luftimin e krimeve zgjedhore, që do të bashkëndoj punën edhe me zyrën pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që do të jetë si një zyrë qendrore, që do të shpërndajë në përreth informacionin në kohë reale për të vënë në lëvizje hetuesit. Nga ana tjetër, vetëm pak ditë më parë, OSBE i dhuroi kësaj strukture hetimore një set pajisjesh kompjuterike për të forcuar kapacitetet e task forcës së re të SPAK-ut për parandalimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.